Gjithë kjo zona këtu do merret, do futet. Pra ky burim që uji atje kush parashikuar që unë edhe një prap nuk jam socialist, është gjë me keqe, do të merret, do të gërmohet në kokë të burimit, do të gërmohet një 15 metra. Këto nuk e kam iden, nuk dua ta besoj që këtu ku jemi në këto burime, do gërmohet 15 metra. Nëse këtu do gërmohet 15 metra, atëherë edhe ato investimet që nuk mund të them 2 miliona, 3 milion që janë më së sakta të bëra, aktualisht jam një viktim e një pusi 4.000 euro me këtë zotrin këtu. Pra ju keni hallin edhe të tharjes pusave. Që është jo kemi hallin, është e garantuar kjo lloj syre. Dhe e fundit fare ky kryeministri jon, këta qeveritar tan, le ta fillojnë një herë nga ne që na ka zënë historia këtu. Le ta fillojnë nga Tragjas, Radhim, Dukati, nga Krajina, le të përcaktojnë mirë këto nevojat, këtë dim ta themi mirë ne banorët e këtij komuniteti. Të furnizojnë të komunitet, të përcaktojnë nevojat mirë dhe të pricën zoti kryeministër, të pricën Aleksandr Frangaj, televizioni Klan, një televizion që e kam ndjekur rregullisht, e ka akuzuar këtë fshat, një fshat që pranon të derdhet ujë në det dhe nuk pranon ta marr zona përreth. Ta mësoj mirë televizioni Klan që ky fshat nuk kërkon këtë. Ky fshat kërkohet që të marrim ujë një herë, për les po e themi dhe për këtë komunitet që mund të jetë keq, të marrim ujë si Tragjas këtu, se kemi me histori këtu. Jemi ngul me histori këtu. Kam thënë radhën e parë, jemi ngulur, çdo të jemi ngulur, jemi me rrënjë, jemi me themel. Zoti kryeministër, nuk kemi si vilat miliardça dollar që janë bratje, nuk kemi kundra dhe atyre. Ti kishit menduar para kohë. Nuk mund na heq ne xhaketën, na lësh me kanatiere për t'i dhënë dikujt tjetër. Faleminderit. Faleminderit.